Një muaj plot gjallëri, njerëz në çdo cep të qytetit. Kështu ishte Kërçova deri para disa ditëve sa ishin mërgjimtarët për pushime. Me shkuarjen e tyre ka filluar qetësia e zakonshme. Kjo vëre dukshëm në tregun e gjelbër. Shitësit thonë se mërgjimtarët janë lokomotiva e shtetit. Vera deri kur ishin mërgata këto, ose gërbeqarët si familje, ka qenë shumë e mirë. Tash ka zonë pak ma dobët, me të prapë. Për balon. Mërgjimtarët janë motori i këtij shteti ose i kësaj komune. Imaš i turisti nešto malo poslabo. Poslabo минатата година идат секој година во помал број. Трошковите им се големи, така викат, не можат роба да пренесат преку граница и по тоа е проблемот. Disa shitës mendojnë se nga viti në vit po ulet numri mërgjimtarëve që vinë në vendlindje. Edhe ata që vinë e kalojnë kohën në përdasma dhe hanë ushqim në restorante dhe më pak e shfrytëzojnë tregun për blerje, vlerësojnë ata. Albaniana posle pazarët, po që po svadbi në drugovlje, nema nešto po malë që raboti, po që odat u restorani, na svadbi, na jadenje në drugovlje, slabo biše, nije baš vetë kako što. Ka lëvizje ka pak, nuk ka si përpara, ka si gërbeqarë kanë ma pak, e ne ka leket dhe në pak si ma të halë, i këna gjoh leket. Matë kush qepin e kam pas këtë? Gjepin matë kush, e me shkojnë në përdarsma. Në përdarsma anë buk, të nuk marrën speca të përli banesën atë. Pizza, porosetin, shësho. Më jetë se silët, ta kada i pazarët poleke i zymirat. Ništa ne renovirani, sve ova od pred 60 godini ovako për pazarët. Ne, ništa nema smene, të sve na pološë. Në tregun e gjelbër në Kërçovë nuk është investuar prej më shumë se 50 vitesh. Shitësit janë paksuar dhe interesimi qytetarëve për të vizituar tregun po humbet, pasi siç thonë ata, edhe marketet tani më kanë fruta dhe perime dhe janë mbledhur shumë faktorë që tregu mezi të mbahet gjallë.